Përshëndetje goca, sot do t'tregoj maskën time të preferuar. Kjo maskë është kundër rrudhave, kundër njollave kafe, zvoglonpore dhe gjithashtu heqet e pikat e zeza. Si fillim do të rra të bardhën e vezës derisa të krijohet një shkum. Më pas do t'i shtoj disa pika limoni në mënyrë që të përforcoj pak më shumë efektin zbardhues, për ju që keni lëkurë të ndjeshme mos e përdorni limonin. I shtoj edhe një lugë të vogël me sheqer. Më pas e aplikoj në të gjithë fytyrën duke shmangur zonat rreth syve dhe rreth gojës. Për të hequr edhe pikat e zeza do të na duhet një letër kuzhine e prerë në këtë forma, disa letra të tilla dhe i vendosni aty ku keni pikat e zeza. Do ta lyeni përsëri nga sipër, por me shumë pak në mënyrë që të thahet sa më shpejt. Pasi të thahet, do të jetë komplet e tharë dhe e ngrirë, e fillojmë dhe e heqim ngadalë, duke nxjerrë dhe një pjesë të mirë të pikave të zeza. Ja se si duket dhe një nga letrat që unë kisha në fytyrë, unë nuk kam pika të zeza, por ato pak që kisha e hoqa. Pasi e shplaj fytyrën nga e bardha vezës, vazhdoj të aplikoj të verdhën, e cila është shumë e pasur me vitamina dhe që ta hidraton dhe ta mban akoma dhe më të butë. I shtoj pak vaj ulliri dhe pak mjalt dhe aplikoj në fytyrë për rreth 15 minuta dhe më pas e shplaj duke aplikuar kremin hidratues. Faleminderit që më ndiqni.